Sot do flas për librat. Me qenë se jemi në javën e panajirit të librit, një ndër panajiret më të bukur për mua që unë me zi pres, thash, në YouTube nuk kam folur asnjëherë, nuk kam bërë asnjë video sa i përket librit. Flas vazhdimisht në Instagram, kam bërë video në TikTok kur e përdora, por jo në YouTube, kështu tani do t'ju testoj dhe ju. Sa lexues të devotshëm kam në YouTube? Sa nga ju janë të interesuar për librin? Këtë do ta shikoj nga klikimet që do të marri video. Unë do filloj menjëherë me sugjerimet. Pjesa më e madhe e librave të mi janë nga shtëpia botuese Pegi dhe nga shtëpia botuese Bota Shqiptare, sepse më pëlqejnë shumë librat që ata përkthejnë, mënyra se si i përkthejnë, janë shumë të libra të mirë që të mbajnë të intrigojnë, të mbajnë të lidhur aty, ta lexosh deri në fund, kanë titull shumë të mirë, kanë autor shumë të mirë, kështu që edhe vitet e fundit një pjesë shumë të madhe të librave, sidomos librave artistik, i kam lexuar prej tyre. Pastaj, sa i përket librave që unë lexoj shumë, që janë me subjekte caktuar që kanë bënë me shëndetin, me ushqimin, me stërvitjen, me zhvillimin personal, me zhvillimin profesional, me paran, shumë prej tyre unë i marr direkt në anglisht kur udhtoj jashtë, sepse dua botimet më të fundit, ndërsa librat artistik lezetoj gjithmonë në shqip në këto dy shtëpi botuese. Do nisim menjëherë ja priti këtu me librat e shtëpisë botuese Pegi, që nëse shkoni në panajir, ju sugjeroj. Pra këto bëhet fjalë për titujt e fundit, sepse Pegi ka shumë botime që ka bërë ndër vite, por unë do të sugjeroj ato që janë më të rinj, më të fundit, se mbase të tjera do i keni lexuar. Brezi i Ankthit është një libër, do e filloj me këtë sepse mendoj që është një domosdoshmëri për të gjithë prindrit. Të gjithë prindrit duhet ta lexojnë këtë libër, të gjithë adoleshentët duhet ta lexojnë këtë libër dhe mosha e re po ashtu të rinj duhet ta lexojnë këtë libër, sepse flet për një pandemi, mund ta quajmë kështu, të shëndetit mendor, të gjithë problemeve që kanë bënë me shëndetin mendor dhe që lidhen me internetin, me telefonin, me rrjetet sociale. Ky libër mua më ka tronditur kur e kam lexuar, patjetër që thjesht më ka konfirmuar gjërat që unë dija tashmë, sepse duke qenë dhe vetë një njeri i rrjeteve sociale, më beso kur je vetë njeri i rrjeteve sociale, ti di akoma më shumë dhe kupton akoma më shumë se si funksionojnë gjërat dhe se sa të rrezikshme janë rrjetet sociale, interneti dhe telefoni në përgjithësi, sidomos për fëmijët e për adoleshentët. Kështu që këtë libër ju ja sugjeroj gjithë prindërve. Shiko, unë them tani që është panajiri, patjetër që nëse nuk keni mundësi të shkoni panajir, këto libra mund t'i merrni kurdo herë, në çdo moment, në çdo ditë të vitit, janë në çdo librari. Ju që jetoni jashtë mund t'i merrni, t'i porosisni online, ka faqe të ndryshme që i sjellin, po ashtu nëse e ndjeni më mirë që të lexoni në gjuhën e vendit ku jeni, po ashtu një pjesë shumë e madhe këtyre librave besoj që janë përkthyer dhe mund të gjeni në libraritë ku ju jetoni, në shtetet ku jetoni, në atë gjuhë. Kështu që nuk është thënë vetëm panajiri. Po meqense tani është panajiri këtë javë dhe janë çmimet më të lira sepse bëhen ulje, ata që jetojnë në Tiranë, patjetër që mund të marrin në panajir. I dashur Ti je trap, librin e Daballukut. Jo sepse ne dhe ne kam shoqe, jo sepse ne dhe ne vlerësojmë përgjithësi, por sepse ky libër është vërtet i shkruar shumë mirë dhe se është një libër tronditës. Siç thuhet, është plus 18, ka shumë seks, shumë erës, shumë gjëra të turpshme brenda që mbasi do skandalizojnë një pjesë shoqërisë, por për ata të tjerë që duan ta lexojnë me mendje të hapur, do t'i bëj të kuptoni që shkon përtej seksit, shkon përtej asaj që ju do lexoni, përtej sipërfaqes, sepse është shumë i thellë se aq dhe flet për kompleksitetin e marrëdhënieve burr-grua. Mendoj që të gjithë duhet ta lexoni, Neda ka bërë një punë vërtet shumë të mirë. Për kompleksitetin e marrëdhënieve burr-grua, femër-mashkull, flet dhe dasmorët, unë sapo e kam përfunduar, që shikoni është pak keq trajtuar, sepse unë një ndër momentet e preferuara të ditës ku lexoj e kam kur futem në sauna dhe i marr librat, nuk është shumë mirë sepse aty bëhet shumë nxehtë dhe shumë lagështirë dhe librat pastaj përfundojnë në këtë mënyrë. Por unë nuk dua të keq trajtoj librat sepse përpiqem t'i mbaj shumë mirë, koleksionoj libra, është pasion i madh i jetës time. Keni parë disa të madhe kam bibliotekën, po ç'të bëj tani, jam sauna ma bën këtë. Është shumë i bukur. Dasmorët duhet ta lexoni se po ashtu për gjithë ata që janë në një marrëdhënie, që janë në një martesë, që janë në fillimet e një marrëdhënie, duhet ta lexojnë këtë libër sepse do t'ju bëjë që mbasi të shikoni gjërat në një mënyrë tjetër, do të ndihmoj që mos shikoni bardhësi. Bjonde.
Si të shkuptohet në kopertina, një roman që dedikohet Marilyn Monroe, nuk është një biografi, është sa i vërtet, aq edhe thrill dhe fantazi, për një pjesë shumë e madhe e ngjarjeve dhe historive janë të vërteta, por po ashtu është fantazia e autores që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, është një libër i shkruar shumë mirë, është një libër pak voluminos, por do e përpini sepse është të mban mbërthyer. Dhe të gjithë ata që janë të joshur, të intriguar nga fama, nga suksesi, nga projektorët, nga jeta e bukur që personazhet publik transmetojnë dhe jeta e Hollywoodit, etj. Këtu do kuptoni të gjitha prapaskenat dhe çmimin e madh që shpeshherë këto personazhe duhet të paguajnë. Dhe Marilyn Monroe ka qenë një prej tyre. Është libër për Marilyn Monroe, por jo vetëm për të. Është libër për gjithë njerëzit të cilët janë të joshur pas famës, pas pushtetit, pas paras, që sjell shpeshherë shumë dhimbje dhe shumë dramë dhe tragjedi, siç solli edhe për Marilynin. Ka qenë edhe film dhe po ashtu filmi ka pasur shumë sukses edhe ka ngjallur në fakt goxha polemika. Libri është publikuar disa vite përpara, por në shqip vjen pikërisht tani te Ksenda Botimi Pegit, shumë i bukur. Mos e lini pa e marrë. Krenar Brillant është një libër roz me nota humori brenda, por edhe me mesazhe shumë të rëndësishme. Përkohë pak me atë videon që unë kam bërë para kësaj në YouTube, kur flas për divorcin, sepse edhe ky libër flet për ndarjen dhe për tronditjen që ndarja sjell dhe për rifillimin. A është ndarja fundi apo është ndarja fillimi për diçka më të mirë? Flet sërish për marrëdhëniet të çift, për marrëdhëniet e dashurisë, për kompleksitetin që ato kanë, për vështirësitë, për botën që shëmbet kur partneri vendos të largohet, për forcën që duhet gjesh për t'ia rifilluar, etj, që mos t'i jap detaje më shumë sepse dua që ta lexoni, sepse jam një që ta lexoni. Dashuria një tjetër jetë është një tjetër libër që është pjesë e koleksionit Fluturzat, është i lehtë si një flutur. Unë kam lexuar dy të parët, Mes djemsh dhe Na ishte një ver, i kam rekomanduar po ashtu në faqen time në Instagram. Ky është libri më i fundit që flet për jetën e bukur të një 36 vjeçare që kishte karrierën e ëndrave, punonte në radio, çdo gjë shkonte mirë, derisa një ditë një aksident transformon çdo gjë dhe ajo shndrohet duke jetuar një jetë të re, të cilën nuk e ndjen si të sajën, e cila nuk i përket, edhe pse e kishte ëndërruar shumë që ta kishte atë jetë, do zgjedhë të kthehet tek jeta e mëparshme apo të qëndroj dhe jetoj atë që është duke jetuar. Është një roman shumë i bukur që mund të lexohet fare lehtë, mbaron për 3 ditë, sepse edhe do t'i mbajë mbërthyer, por është i shkruar shumë mirë dhe është nga ata libra që ti nuk do ta përfundosh derisa të shkojë në fund dhe të kuptosh se si të shkojnë ngjarjet. Këto ishin librat të stendës e Pegit. Tani do kalojmë tek bota shqiptare dhe do ta nis me shërbëtoren e famshme, me Fridën, që është ndruar në autorën time të preferuar. Janë libra thriller, janë libra që të mbajnë të bërthyer, të 3 librat e ciklit Shërbëtorja. Ja ku janë këtu. Është i pari. I dytë është Fsheta Shërbëtorja për Bozgon, i treti. Janë fantastik. Janë realisht libra, domethënë nëse them për një libër që mund ta lexosh për 24 orë të trish gjithë natën zgjuar, janë këta libra dhe këto ma kanë konfirmuar të gjitha gozat që më kanë shkruar në Instagram pasi unë i kam sugjeruar apo kur kanë lexuar Shërbëtorën, kanë thënë Aulona kështu të drejtë na bëre na le pa gjumë, sepse këto libra janë shokues. Realisht. Domethënë ti nuk e pret asnjëherë se çfarë ndodh. Janë thriller horror do thoja, po okay, kalojmë shumë tek thriller që mos i tremb. Kur nuk e kupton asnjëherë në asnjë situatë, ti mendon se e di se çfarë do ndodhi, po pastaj kupton që jo. Çdo gjë është ndryshe nga sa ke menduar. Unë kam rënë dashuri me Fridën, siç e thashë me librat e saj. Kur mos gënje është një tjetër libër i Fridës që edhe ai është thriller dhe
njësoj, ti nuk e kupton asnjëherë se çfarë do ndodhi deri në momentin e fundit, më ka pëlqyer zakonisht shumë. Qira Marsja është po ashtu një tjetër libër i Fridës, por nuk e kam këtu sepse ja kam të mamit për ta lexuar. Fiksoni Qira Marsja që ti merrni të gjithë librat e Fridës. Frida ka dhe i dashuri dhe mësuesja, po unë nuk i kam lexuar këto dy, mezi po pres sa ti marr, se thash okay, po bëj pak shkëputje. Shumë thriller, nuk gjithë atë tension nuk e përballon, zemra ime nuk e përballonte dot gjithë atë tension nga Frida. Po ashtu një libër thriller është Vendi i gabuar, çasti i gabuar. Ja sugjeroj po ashtu prindërve, nënave, po të babave ta lexojnë. Një moment i vështirë, një nëna që sheh se si djali i saj kryen një krim dhe çfarë ndos nëse ajo do të kthente kohën pas. Pas asaj që pa, mamaja çdo ditë jeton jetën në të shkuarën. Një ditë më parë, më pas, pastaj një javë më pas, pastaj një muaj derisa shkon shumë pas në kohë për të kuptuar se ku i ka rënë dhe çfarë ka ndodhur. Çfarë mund të bëj ajo nëse do kthej pas për të parandaluar atë që djali bëri. Është një libër që të trondit, në titull në sipër është shkruar një nga librat më të mirë që kam lexuar ndonjëherë, sepse me të vërtetë është një libër shumë i mirë. Meqenëse jemi te librat shumë të mirë, nuk do flas shumë për Elif Shafak sepse nuk ka nevojë, autoria turke që ka shkruar 40 rregullat e dashurisë, një ndër librat e mi të preferuar, apo Bastardi i Istanbulit, po ashtu një ndër librat e mi të preferuar. Dhe besoj për shumë nga ju janë librat preferuar, janë nga ato tashmë mund të konsiderohen klasik që besoj shumë kushdo i ka lexuar, por Në qiell ka lumej është një tjetër titull i Elifit që ka, ky është një libër nga ata që është serioz, po them, është i fortë, është i shkruar bukur, ka histori brenda, ka të shkuar, ka të tashme, ndërthuret shumë bukur e shkuar me të tashmen, ka gjeografi, ka shumë gjëra, nuk është një roman i thjesht, nuk është thjesht një fantazi, një thriller, një histori dashurie. Ky roman është nga ata që të mbush shpirtin edhe mendjen patjetër, dhe është për ata lexues që duan vërtet të lexojnë gjëra të bukura dhe thonë që shikose, unë nuk lexoj kështu gjëra të lehta nga këto libra të dashurisë, unë lexoj gjëra me vlerë, me peshë. Ky është një ndër ata romane. Sa shumë romane të tjerë do t'ju rekomandoja. Përmbasi do bëj një video të dytë për një video për libra që kanë të bëjnë me zhvillimin pastaj personal, me libra që janë më të profilizuar për fushat caktuara të jetës. Për momentin këto ishin. Pres të di mendimet tuaja, nëse keni lexuar këto libra çfarë mendoni, në një sugjerim nga ju në koment, po ashtu, mos harroni bëni like, comment, subscribe dhe faleminderit që i shikoni videot e mia, sepse motivoni që të bëj më shumë dhe gjithmonë e them këtë gjë. Më komentoni po se çfarë të dëshironi të shikoni, sepse mbase nuk më shkon mua në mendje, nuk kam ide për të bërë një video interesante që mund të vlejë dhe që ju doni ta shikoni. Ciao ciao.